Avokati i popullit Naser Ziberi thotë se objekti i shkollës në fshatin Norov nuk duhet të shembet. Rruga në lagjen Rome në Tophan është bërë zorëqore e kryeqytetit. Kryeministri Mickoski thotë se është e vërtetë se Daniela Arsovska është e frymëzuar nga BDI-a për të kritikuar Çairin. Izraeli hap zjarr ndaj palestinezëve që po merrnin ndihmë humanitare në Gaza. Shikues të nderuar, mirë se takohemi në edicionin informativ të orës 15:55. Për mundësinë e rënimit të shkollës së ndërtuar nga banorët e fshatit Norov për televizionin Shenja ka folur edhe avokati i popullit Naser Ziberi. Ai ka paralajmëruar se objekti në asnjë mënyrë nuk guxon të rënohet. Avokati i popullit gjithashtu porosit që komuna dhe pushteti qendror të angazhohen që ai objekt të përfundohet dhe primare të jetë interesi i fëmijëve, që procesi arsimor të vazhdojë për shkak se fëmijët janë duke humbur shumë për shkak të bojkotit të mësimit. Objekti i shkollës nuk guxon dhe nuk duhet të shembet. Kështu porosit avokati i popullit Naser Ziberi për problematikën e shkollës së fshatit Norov, ku shkolla e re ndërtuar nga prindët rrezikon shembjen, për shkak se institucionet konstatojnë se është objekt pa leje. Ziberi për televizionin Shenja thotë se është i njoftuar me problematikën dhe se nga kjo shkollë kanë bërë parashtresë në adresë të ombudsmanit. Është fakt i pamohueshëm se objekti i vjetër nuk i plotëson kushtet elementare dhe minimale për zhvillim të procesit edukativ arsimor dhe është po ashtu e pamohueshme se nxënësit me bojkotin humbin procesin arsimor. Avokati i popullit gjithashtu porosi që komuna dhe pushteti qendror të angazhohen që ai objekt të përfundohet dhe primare të jetë interesi i fëmijëve që procesi arsimor të vazhdojë, ndërsa procedurat ligjore të vazhdojnë që ai objekt të legalizohet dhe të jetë në shfrytëzim të atyre nxënësve. Unë nuk duhet mendoj se objekti i ri mund ta vënë pikpyetje perspektive narrative fëmijëve. Ai objekt nuk guxon dhe nuk duhet të shembet, përkundrazi institucionet edhe komunale dhe pushteti qendror duhet të kontribuojnë në përfundimin e punëve që ai objekt të vetë në përdorim, jo të shembet. Në një shtet normal, shton Ziberi, shkollën duhet ta ndërtonte veç shteti e jo prindët, por thekson se fatkeqësisht prindët të ballafaquar me një situatë të tillë kanë ndërmarrë vetë atë aktivitet. Të gjendur në një situatë të këtillë, banorët e Norovës kërkojnë që t'u lejohet vazhdimi i punimeve, kurse institucionet kompetente të gjitha arsyetohen për veprimet dhe mosveprimet e ndërmarra, por asnjëra nuk premton zgjidhje konkrete. Është njëra prej rrugëve më të frekuentuara e gjithashtu është rruga më e dëmtuar. Rruga që e lidh Çairin me pjesën qendrore të Shkupit që kalon mes lagjes Rome në Tophan, është një zorëqore e kryeqytetit. Banorët ankohen se politika i ka harruar dhe se premtime japin vetëm para zgjedhjeve. Është njëra nga rrugët më të frekuentuara që lidh Çairin me pjesën qendrore të Shkupit. Në këtë rrugë, brenda ditës kalojnë qindra vetura, mirëpo kjo nuk mjafton që autoritetet të investojnë në sanimin e gropave në këtë rrugë. Televizioni Shenja realizoi një bisedë me disa qytetarë të kësaj ane. Ata thonë se politika i ka harruar dhe se premtime japin vetëm para zgjedhjeve dhe asnjëherë nuk kanë realizuar atë edhe që kanë premtuar. Pohojnë se investimi i fundit në këtë segment rrugor është bërë para 20 viteve. Co godini, ne сега. Ова не пипал овде кам ништо. Еве, гледајте, само гледајте. А дадени се пари да се прави ова. И канализација, и водовод, и све. Да те несам сега да влеземе, да видиш.
Ja imam 36 godini, druga. Ja pamtam bev dete. Imam 7-8 godini. Hvala mu na Gospod, samo dal Fufo. Той дал фуфол или како се викаше, не го познавам баш. Знам дека тоа време пред 20 и кусур години, 25-26 години имало направено ова улица. А од тогаш до сега немаме ништо направено. Плаќаме осветлување, немаме осветлување. Да дојдете навечер да видите дека тука ништо не се гледа. Se që to parti është krejt prevaronta, baba. Kur kush se bon veç prevarontave, platite që na prajmo, nishto nemave. Veç rrugës, qytetarët thonë se problem për ta është edhe mungesa e ndriçimit publik dhe thonë se e njëjta krijon vështirësi për të moshuarit, të cilët në rast nevoje nuk mund të lëvizin gjatë mbrëmjes. Ndonë se rrugë lokale, ky aks rrugor është një nga akset më të rëndësishme në komunën e Çajirit, sepse veç lidhjes me qendrën, rruga është edhe lidhje e Universitetit Nën Tereza me Çajirin dhe numri i madh i studentëve janë të obliguar të kalojnë për çdo ditë këtë rrugë për të shkuar në universitet. Kryeministri Kristian Mickoski ka komentuar betejën e ashpër verbale ndërmjet kryetares së qytetit të Shkupit Daniela Arsovskas dhe kryetarit të komunës së Çajirit Visar Ganiu. Kryeministri pajtohet me deklaratën e zëvendës kryeministrit Izet Mexhitit dhe kryetarit të Çajirit Visar Ganiut, të cilët kanë thënë se Arsovska përdoret si instrument për destabilizim nga ana e BDI-s. Megjithatë, ai shpreh keqardhje për kërcënimet që po i bëhen kryetares së qytetit të Shkupit. Pas betejës së ashpër dhe publike politike që ka nisur ndërmjet kryetares së qytetit të Shkupit dhe kryetarit të Çajirit, është deklaruar edhe kryeministri Kristian Mickoski. Në lidhje me kërcënimet me jetë, të cilat Daniela Arsovska thotë se po i merr pas denoncimeve sipas saj për ndërtimet pa leje në Çajir, kryeministri thotë se e inkurajon Arsovskën që rastin ta denoncojë në MPB dhe kjo e fundit të veprojë menjëherë. Ndërsa për denoncimet e Arsovskës, ai shton se meqense dokumentet janë dërguar në prokurori, që ta lëm që ajo ta bëj punën e saj. Naistina žalam. Mua më vjen shumë keq nëse kryetaria e Shkupit merr kërcënime me jetë dhe e inkurajoj që ti denoncoj në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kjo e fundit të zbuloj se kush është kërcënuesi dhe të veproj menjëherë. Kryeministri pajtohet me deklaratën e zëvendës kryeministrit Izet Mexhitit dhe kryetarit të Çajirit Visar Ganiut, të cilët kanë thënë se Arsovska përdoret si instrument për destabilizim nga ana e BDI-s. Madje në këtë drejtim, ai njoftoi se së shpejti do të ketë detaje të reja. Ka të vërtet në këtë deklaratë dhe kjo është e qartë për të gjithë, por unë nuk kam çfarë të shtoj më shumë se ajo që e kanë thënë Mexhiti dhe Ganiu. Ka të vërtet këtu dhe shumë shpejt opinioni du ta zbuloj edhe detajet të tjera. Arsovska në prokurorinë themelore publike të shtunën dorëzoi, siç tha ajo, dëshmi dhe dokumente lidhur me ndërtimet pa leje në Çajir, pasi paraprakisht prokuroria kërkoi nga ajo që në qoftë se ka dëshmi, t'i dorëzojë në institucion. Dragan Kazak Petrushev, ky është emri të cilin sot LSDM-ja e ka pasur në cak të akuzave për tragjedinë në diskotekën në Koçan. Partia opozitare pretendon se ky person ka qenë përgjegjës për aksionin kontrollues që duhej t'i bëj atë natë diskotekës Puls. LSDM pyet përse ky person ishte i mbrojtur nga VMRO, apo për faktin se është i lidhur me këtë parti. LSDM-ja opozitare ka vazhduar me serinë e preskonferencave në të cilat, siç thonë, do të tregojnë të vërtetën e tragjedisë në Koçan. Personi që ata përmendin këtë herë është Dragan Kazak Petrushev. Sipas nënkryetarit të partisë Metodi Alievski, ky person ka qenë përgjegjës për aksionin kontrollues që duhej t'i bëhej atë natë diskotekës Puls. Për të Alievski thotë se ekzistojnë incizime që tregojnë se ai ka mbyllur dyert e diskotekës, e cila është në kundërshtim me procedurat standarde operative. Dali Dragan Petrushev. A ka shpjegim Dragan Petrushev përse aksioni kontrollues në diskotekën Puls nuk e krye në orën 12:30 në fillim të ahengut, por në kundërshtim me urdhrin e marr bën kontroll në tjetër objekt dhe pastaj ka fundi ahengut bën kontroll në diskotekën Puls. A ekziston marrëveshje mes pronarit të diskotekës dhe atij që kontrolla të bëhet në fund me qëllim që të rritet përfitimi. LSDM pyet përse ky person është i mbrojtur nga VMRO apo për faktin se është i lidhur me këtë parti. Dragan Kazak Petrushev
A është Dragan Kazak Petrushev i mbrojtur sepse është anëtar i VMRO DPMN-s në Koçan dhe i bën punët e pistat të partisë në qytetin e Koçanit me vite, apo ndoshta Petrushev është i mbrojtur sepse posedon materiale komprometuese për funksionarët e VMRO DPMN-s, në mesin e tyre edhe deputet. LSDM bën me dije se konferencat për tragjedinë e Koçanit do të vazhdojnë edhe ditët në vijim. Ka reaguar VMRO DPMN-ja, e cila thekson se nëse diçka nuk është e qartë për LSDM-n, atëherë mund t'i drejtohen institucioneve kompetente, gjyqësorit dhe prokurorisë. Sipas LSDM-s, për të gjitha pyetjet e pashpjegueshme, ata mund t'i drejtohen prokurorisë publike dhe Lupço Kosevskit, i cili sipas VMRO-s është prokurori preferuar i LSDM-s dhe BDI-s. Faktet tregojnë se nuk ka pasur kur një rast tjetër ku ministra, drejtor dhe ish zyrtar aktual dhe ish ministra janë përfshirë në hetim, disa prej të cilëve janë ende në paraburgim. Prandaj i bëjmë thirrje LSD-s që urgjentisht të ndalojë nekrofilin dhe të përgjigjet se si për komisione që kushtojnë jetë, ndërsa Filipçe lejoi ndërtimin e spitaleve modulare me materiale jo të rezistueshme nga zjarri dhe lehtësisht të ndeshme, vlerëson VMRO DPMN-ja. VMRO-ja ka organizuar sot konferencë për gazetar ku ka akuzuar kryetarin e LSDM-s Venko Filipçe se në kohën kur shërbeu si ministër i shëndetësisë, spitalet modulare i ka bërë tekstualisht si kuti kartoni. Sipas VMRO-s, drejtorët e spitaleve mbar vendit e kanë kundërshtuar ndërtimin e këtyre spitaleve modulare. Venko Filipçe spitalet modulare i ka bërë tekstualisht si kuti kartoni që digjen në sekond. Kështu ka thënë Valentin Manasievski nga VMRO DPMN, siç i kanë quajtur ata, preskonferencat e përditshme për të zbuluar të vërtetën e spitalit modular në Tetov, që u mori jetën 14 personave. Sipas kësaj partie, ish ministri i shëndetësisë Venko Filipçe është figura kryesore e kësaj afere dhe siç akuzojnë ata, ai edhe pse e ka ditur se nuk guxon, ka lejuar ndërtimin e spitaleve modulare me materiale që nuk janë rezistente ndaj zjarrit. Sipas denoncimeve të VMRO-s, drejtorët e spitaleve mbar vendit e kanë kundërshtuar ndërtimin e këtyre spitaleve modulare. Imeno Artan Etemi. Artan Etemi ish drejtor ekonomik i spitalit të Tetovës, që është i dënuar me 1 vit e 5 muaj burg për rastin e spitalit modular, deri në momentin e fundit ka kundërshtuar që të pranojë dhe të lëshojë në përdorim spitalin modular, sepse ato nuk ishin të pajisura për të ofruar kujdes shëndetësor dhe mjekësor dhe as nuk ishin brenda kornizës së rregullave ligjore. VMRO pyet se përse Filipçe ka shpëtuar nga përndjekja penale dhe se apo e mbron atë prokuroria dhe gjykatësit. Venko Filipçe. Apo e mban prokurori publik Filipçen, përse ish drejtorët e spitalit të Tetovës thanë se fajtori vërtet duhej të ulej pranë tyre në bankën e të akuzuarve, përse Filipçe ka shpëtuar nga e gjithë kjo situatë, apunojnë gjykatësit për të, në shenjë falënderimi për mundësinë që të zgjidhen gjykatës. VMRO DPMN bën me dije se serinë e preskonferencave për rastin e spitalit modular do ta vazhdojnë edhe të hënën, në të cilën thonë se do të shpalosin skandale që kanë të bëjnë me marrëveshjet mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe bartësit të prokurimit publik. Drejtori i fundit të sigurimeve shëndetësore Sasho Klekovski ka deklaruar se klinika e onkologjisë këtë vit ka marrë buxhet 2 fish më të madh se sa viteve të kaluara. Ai ka thënë se në këtë mënyrë financat nuk mund të konsiderohen si problem. Klekovski ka thënë se ajo që po konsiderohet aktualisht si mungesë e barnave është ekskluzivisht për shkak të një defekti në shpërndarje. Klinika e onkologjisë mori një buxhet historikisht të madh, 2 fish më të madh, ndërsa tashmë financat nuk mund të jenë më problem. Këtë e deklaroi drejtori i fundit të sigurimeve shëndetësore Sasho Klekovski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai theksoi se në fund të vitit të kaluar pati një ndërprerje të përkohshme, por kjo u ka përcye me procedurë të prokurimit urgjent të barnave.
Ajo që po konsiderohet aktualisht si mungese barnave është ekskluzivisht për shkak të një defekti në shpërndarje, pra kur shpërndarësit nuk mund të dorëzojnë ilaçin. Ne nuk jemi një anije e pavarur, ndërsa prodhimi ndërpritet në fabrikën përkatëse dhe ilaçi nuk është i disponueshëm. Shpesh marrim hua ilaçi nëpër magazina, por ndonjëherë nuk është i disponueshëm askund, kështu që ndodhin dështime të parakohshme. Ai ka thënë se për momentin nuk ka asnjë ilaç që mungon dhe për të cilin nuk ka zëvendësim, sepse klinika e onkologjisë përpiqet të sigurojë që pacientët jenë të mbuluar gjatë gjithë kohës. Klekovski ka thënë gjithashtu se këtë vit janë siguruar ilaçe për të gjithë pacientët me fibrozë cistike. Shpejt do të paraqesim fonde rekord për sklerozën multiple dhe të gjithë pacientët me sklerozë multiple do të mbulohen. Klinika Gastro është mbuluar gjithashtu në sasi shumë më të mëdha. Në Ballkan ekziston një treg i zi për barna të shtrenjta dhe të gjithë duhet të punojmë së bashku për ta shtypur atë treg me sasi të shtuara të barnave të mjaftueshme. Të gjithë pacientët që kanë indikacione mjekësore duhet të marrin ilaçet e duhura në mënyrë të barabartë dhe autoritetet, siç tregon rasti me onkologjin, duhet të demonstrojnë se janë të gatshëm ta shtypin atë krim. Klekovski ka deklaruar se në rastin e onkologjisë është hera e parë që ka pasur një gjyq në çështjet e kujdesit shëndetësor, sepse të gjitha rastet e krimeve të caktuara kanë qenë ose për ryshfet individual ose për gabime të rënda mjekësore. Ndërmarrja publike ujësielsi dhe kanalizimi ka njoftuar se ndërhyrja në rrjet ka përfunduar me sukses. Ndërmarrja thekson se për të shmangur defekt në rrjetën e furnizimit me ujë gjatë lëshimit të rësërishëm të ujit nën presion, po punohet ngadalë dhe gradualisht me qëllim për të rregulluar rrjetin. Qytetarëve u kërkohet të kenë durim dhe ta përdorin në mënyrë racionale derisa rrjeti të stabilizohet, përndryshe do të shkaktojë çajiri mungesë për gjysmën e qytetit që mund të zgjas me ditë, theksohet në njoftim. Me realizimin e këtij projekti, thonë, përmirësohen kushtet hidraulike në rrjetin e ujësielsit. Në Serbi, studentët kanë rinjisur protestat masive. Këtë të diel, organizatorët e protestave mbajtën tubime në 34 qytete kryesore të vendit, me parullën Çohu Serbi. Drejtuesit e protestës kanë deklaruar për mediat serbe se qëllimi i tyre është të tregojnë se e gjithë Serbia është e bashkuar në luftën politike dhe se zëri qyteteve më të vogla dëgjohet. Studentët kërkojnë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe largimin e presidentit Vučić. Tubimet e studentëve në Serbi nisën pas tragjedisë në Novi Sadit, ku rënja e tavanit të një stacioni treni shkaktoi 16 viktima. Ngjarja shkaktoi reagim kombëtar në Serbi dhe shërbeu për të denoncuar korrupsionin me qendrat dhe lidhjet e oligarkëve me politikën. Të paktën 30 palestinez u vranë dhe më shumë se 150 u plagosën sot pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj civileve që po kërkonin ndihmë në perëndim të qytetit Rafah në Gazën jugore, thanë burime mjekësore për Anadolu'n. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite përdorën municione luftarake nga automjetet toksore dhe dron të armatosur quadrocopter për të shënjestruar njerëzit që ishin mbledhur për të marrë ndihmë humanitare. Vrasjet e sotme e çojnë numrin e palestinezëve të vrarë pranë pikave të shpërndarjes së ndihmave në 39 në më pak se një javë, me mbi 220 të plagosur gjatë së njëjtës periudhë, sipas një llogaritje nga Anadolu bazuar në burime palestineze. Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbajtur të mbyllura të gjitha kalimet kufitare duke ndërprer hyrjen e ushqimit, ilaçeve, karburantit dhe furnizimeve të tjera thelbësore për 2.4 milion banorët e Gazës.
Ukraina njoftoi se ka sulmuar bombarduesit rus me rreze të gjatë veprimi që kanë kapacitete bërthamore në disa baza ajrore në mbar Rusin më 1 qershor. Guvernatorët në disa rajone ruse kanë konfirmuar sulmet me drone dhe pse është e paqartë nëse është goditur ndonjë avion. Shërbimi i sigurisë i Ukrainës, Agjencia Kryesore e Inteligjencës, publikoi një video më 1 qershor që tha se shfaq dronët duke goditur bombarduesit strategjik rus në disa baza. Këta bombardues kanë luajtur rol kyç në luftën e Rusisë, duke lëshuar raketa lundruese me rreze të gjatë veprimi ndaj caqeve ukrainase. Shikues të nderuar, këtu është fundi i këtij edicioni informativ, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.